kemi pasi. Këtë moment është edhe momenti ku Carlo Bonino kret Romat. Atë përshëndetje edhe një herë Alba, nuk e di se për shkak të zhurmës së lartë ndoshta dhe nuk dëgjohem mirë. Jam me Ivi Kason, një nga deputetët e Partisë Demokratike. Ivi, çfarë prisni ju sot në krahasim me protestën e parë kombëtare? Presim masivitet, i cili në minutat që janë duke kaluar është duke u treguar për gjithë ata që nuk janë këtu fizikisht ta ndjekin protestën nga afër. Presim akoma qytetarë që të vinë, një pjesë kanë mbetur në trafik dhe një pjesë janë penguar nga policia, veçanërisht në nyjet kryesore të hyrjes në Tiranë. Një pjesë janë penguar qëllimisht, veçanërisht ata që vinë nga qarqet e largëta, sigurisht kanë patur të identifikuara makinat ose mjetet me cilat janë nisur nga qarqet, dhe një pjesë janë penguar të hynë, megjithatë jemi duke i asistuar që të vinë sa më shpejt, për këtë ka edhe disa minuta vonesë, gjithë qytetarët që janë nisur me qëllim për të protestuar, të kenë mundësinë të vinë në bulevard dhe të protestojnë si në çdo vend qytetëruar, sikurse pretendohet që të jemi. Është Ivi një protestë vetëm për t'i treguar numrat Edi Ramos, apo protesta shkon për te vetëm numrave në shesh? Është një protestë për të dhënë shansin qytetarëve, të cilët kanë 1001 arsye për të protestuar, që të gjejnë format dhe mënyrat që ta shprehin zemrimin e tyre ndaj qeverisë. Sigurisht ka le të themi një program nga Partia Demokratike për mbajtjen e disa fjalëve dhe ka një program protesta, le të themi, nga ana e organizuesve, por gjithsesi qytetarët janë të ftuar që me gjithë mjetet që njihet demokracia të shprehin revoltën dhe protestën e tyre ndaj. Dhe mjetet janë Molotov drejt kryeministrisë, mjafton kaq Ivi? Ky është mjeti që përmendët ju. Demokracia e njeh 1001 mënyra proteste, të gjitha të ligjshme, të gjitha të provuara edhe në vende të tjera, të provuara edhe në Shqipëri, dhe brenda kufive të demokracisë ne kemi ftuar qytetarët që lirisht ta shprehin zemrimin e tyre, që nuk ka shqiptar që nuk e ka, por pjesa më e madhe nga frika ose nga pamundësia për të shprehur lirisht, le të themi nuk vinë ose nuk vetëm për 1001 arsye, qoftë për shkak të identifikimit, qoftë për shkak të intimidimit, që mund të kenë nesër ose pas nesër, është konceptuar gjithë kjo hapësirë e protestës si një hapësirë lirie ku qytetarët ta shprehin lirisht zemrimin e tyre. E kanë shprehur lirinë e tyre në të gjitha forma, të paktën në të gjithë protestat që ka bërë Partia Demokratike. Sot çfarë ndryshon Ivi? Ka një skenar tjetër, shpesh flitet për një protestë të qëndrueshme dhe të vazhdueshme. Është kjo një mundësi apo ju ja leni popullit në dorë? Jo, është ambicia jonë është të kemi një protestë të qëndrueshme që i kalon ditët, javët dhe shkon deri në arritjen e rezultatit përfundimtar. Sigurisht dinamika e një proteste të tillë diktohet nga shumë faktorë, diktohet nga masiviteti i qytetarëve, nga vendosmëria, si dhe nga faktorë të tjerë. Sigurisht, e thash, ka një program dhe ka një skenar protesta, por skenari është fleksibël dhe diktohet në masë të madhe nga vetë qytetarët, të cilët i kemi ftuar që të protestojnë lirisht brenda limiteve që njeh demokracia. Ju ja jepni skenarin qytetarëve, ja leni popullit. Ju vetë si demokrati, përfaqësues të jetës parlamentare, ju vetë çfarë skenari keni? Ne kemi skenar, siç e kemi thënë dhe siç do ta shihni në një farë mase, që përputhet me pritshmëritë e popullit demokrat dhe me normat e një vendi demokratik. Nuk kemi asnjë skenar që të kalon një grind kufit demokratik. Dhe këtë kemi provuar në kaq e kaq vite protesta, kur çfarëdo lloj edhe acarimi ose agravimi që mund të ketë ardhur, nuk ka qenë kurse nga ana e protestuesve, por nga ana e provokimit që ka ardhur nga forcat e rendit, të cilat siç e shihni sot janë një numër jashtëzakonisht të madh dhe në një shenjë të qartë provokimi ndaj qytetarëve janë arrestuar, sikur kanë ardhur këtu për betejë dhe jo sikur kanë përballë qytetarë paqësor të cilët kanë ardhur të shprehin lirisht zemrimin e tyre në shesh. Engelida, falenderoj ndërkohë në këtë bisedë që po bën me drejtuesin politik të qarkut të Korçës Ivi Kason. Kalojmë pak sapo kalon ambientet e Selis Blu, ish kryeministri Sali Berisha, së bashku me eksponent Partisë Demokratike zoti Noka, zoti Bardhi, zoti Gjekmarka, që arrit të shquaj në këtë moment që vijnë drejt për së drejti nga kolegët e Euronews, kanë dalë nga Selia vetëm një minutë më parë dhe janë drejtuar për ambientet e kryeministrisë ku do të zhvillohet kjo protestë e ditës sotme. Pak më parë po ndishim kolegen Engelida Mema, sa i takon bisedës që patim Ivi Kason, drejtues politik dhe deputet i Partisë Demokratike, ku ndër të tjera artikuloi se skenari i ditës së sotme do të jetë një skenar fleksibël ku do të varet patjetër edhe nga qytetarët. Në këtë momente kemi
në ambientet, mund të themi jashtë të selisë Partisë Demokratike, eksponent Partisë Demokratike, kemi zotin Berisha, simpatizant dhe mbështetës që kam pritur në seli dhe tashmë janë drejtuar ambienteve të bulevardit Dëshmorët e Kombit, ku do të zhvillohet kjo protestë kombëtare e thirrur pak ditë më parë. Protesta ishte njoftuar që do zhvillohej në orën 17, por ka nisur pak minuta me vonesë, ndërkohë edhe dalja e zotit Berisha në orën 17:22 kur ai lë selin për të drejtuar në ambientet e kryeministrisë.